Arrest në burg për Granit Pepnikën, i cili u arrestua më 31 korrik në Dhërmi, në kuadër të hetimeve për dosjen e bushme të call centrave mashtrues. Kjo është masa e sigurisë që ka dhënë gjatë kësaj të hëne gjykata e shkallës së parë në Vlorë. 29 vjeçari akuzohet për veprën penale, mashtrim kompjuterik. E njëjta masë siguri është vendosur edhe për John Hitajn, i akuzuar për mashtrim kompjuterik, si dhe për Redion Rexhamatin, i cili akuzohet për veprën penale për krahje autorit të krimit. Burimet bëjnë me dije se Pepnika u arrestua nga strukturat e policisë së Vlorës dhe forcat operacionale, teksa qëndronte në një vilë në zonën e Dhërmiut. Bashkë me të u vu në pranga edhe John Hitaj, gjithashtu i shpallur në kërkim. Sipas hetimeve të deritanishme, Pepnika dyshohet se ishte një nga organizatorët e rrjetit të call centrave që mashtronte qytetarët të vendeve të Bashkimit Evropian, duke i bindur të investonin në platforma të re me bursash. Dëmi ekonomik i shkaktuar nga ky skem vlerësohet të jetë mbi 50 milion euro. Nga hetimet rezulton se Pepnika zotëronte 50% të aksioneve të shoqërisë së themeluar në korrik të 2021-shit së bashku me Jurgen Melën. Dosja lidhet me operacionin e zhvilluar në prill të këtij viti, kur Prokuroria e Tiranës në bashkëpunim me autoritetet austriake goditi 3 rrjete call centrash mashtrues që ushtrojnë aktivitet në 12 zyra në Tiranë. Operacioni ishte rezultati një hetimi 2 vjeçar, gjatë të cilit u sekuestruan rreth 900.000 euro kesh dhe u arrestuan 10 persona.